Shoqata Bereqeti Dega në Prezident, sot kemi fillu me shpërndarjen e mishit të kurbanit, të cilët bamirësitve që kanë dhuru në Bashkinë Islame të Republikës Kosovës. Do të neve sot kemi fillu me shpërndarjen tek familjet e nevojë dhe këtu në qytetin e Prizrenit do shpërndar 10 ton mish, ku do të jepin familjeve të gjitha shtresave, kategorive të ndryshme, duke fillu prej veteranëve, invalidëve, familje dëshmorëve. Pastaj kemi bashkëpunime me shoqata të ndryshme, ndikosi, shoqatat verbër, shormemecët, gjithashtu edhe me drejtorinë e punës dhe mirëqenie sociale, ku atave që kanë përzgjedh listat e tyre, drejtoria komuniteteve, dhe jemi mundu që përmes këtij mishi që bamirësit e kanë dhëruar në Bashkinë Islame, me i prek gjitha shtresat e shoqërisë të cilat janë më në nevojë. Unë në emër të shoqatës Bereqeti në Prizren shfrytëzoj rastin të falenderoj të gjithë ata të cilët e kanë besu kurbanin e tyre në Bashkinë Islame dhe e cila ka organizuar pra dhe Bashkinë Islame thjerrjen, sjelljen e mishit deri këtu te neve, dhe neve do të shpërndajmë familje me të vërtet mish i mirë, cilësia mirë, edhe familja shumë do të kënaqshme. I falenderoj gjithë të bashkëpunëtues të Bashkisë Islame që po na ndihmojnë për çdo festë, për mishin të kurbanit. Dhe nuk është vetëm kjo festë, po për çdo rast, çfarë kanë mundësi neve na ndihmojnë. I falenderoj ata vëllezërit islam që na kanë ndihmuar me mish, falenderoj ata vllazërit tonëve. Faleminderit për juve që na kanë ndihmuar me kurban. Shumë po na ndihmoni, edhe falenderoj vllavin Kortish, më kanë ndihmuar shumë.